Para 3 minutash nga klubi nga Prizreni, njoftim zyrtar klubi i futbollit FC Liria njofton se trajneri i ekipit të Pali Luden Leci është larguar nga drejtimi i skuadrës. FC Liria shpreh mirënjohjen më të thellë për përkushtimin, punën e palodhur, kontributin dhe profesionalizmin që trajneri i Leci ka treguar gjatë gjithë periudhës së tij në klub. I urojmë suksese të shumta në të ardhmen, si në aspektin personal, ashtu edhe në karrierën profesionale. Në ditët në VM, klubi do të njoftojnë mbi hapat e mëtejshme në drejtimin e skuadrës. Edhe pse ne keni deklaruar dikon e Lecës, diku e lexova që tha që kryesia nuk e ka kthyr kurfar përgjigje. Unë kam informacione që kryesia ka informuar Lecën më njëherë pas përfundimit të mbledhjes që kanë bërë, që është karku. Nuk e di mënyrën se si e kanë thirrë në telefon që tha arsimi, ndoshta është odone, po logjika ime po më thotë që është vetëm një mënyrë që kanë mujt me lajmëru në një telefonat. Ata për ndryshe është dosh me thyrë në zyre. Po, Leci me njerë pas desës kam komuniku me të, është kthyr në Prishtinë, kështu që besoj që vetëm mënyrë ka qenë telefonata për të mirë po. Qish po thot Leci, ashtu le të jetë, ndoshta edhe më mirë. Unë kam informacione të konfirmuara nga drejtuesit e klubit të Liris që Leci ka qenë më herët i informuar për shkarkimin e tij nga skuadra e Liris. Dalim tek Liga e parë, të shohim rezultatet e arritura të javës së 11. Rilindja A mund me pas edhe kënej në ekrana a ju? LED. Jo se e pamin Lërikut. Besoj që Floriani mundet më kujdes me na transmetu edhe rezultatet në ekran. Derisa